Televizioni shtetëror iranian ka transmetuar një video ku pretendoi se po gjurmojnë lëvizjet e Baron Trump, djalit 20 vjeçar të Donald Trump, dhe duke pretenduar se është vendosur një shpërblim prej $10 milion për ta. Pamje të publikuara nga media të lidhura me rojat revolucionare të Iranit dhe të transmetuara në kanalin e 3 të televizionit shtetëror iranian, titullohen "Ku dhe si duhet të vrasim Baron Trump". Videoja pretendon se tregon vendodhjen e universitetit të tij, automjetet e tij të shoqërimit dhe pozicionimin e skuadrës së shërbimit sekret që shoqëron atë, duke pretenduar se lëvizjet e tij janë të monitoruara plotësisht. Pretendimi për shpërblimin nuk mund të verifikojë në mënyrë të pavarur në kohën e publikimit. Videoja pretendon mëtej se një vajzë kishte gjetur një rrugë për të kapërcyer mbrojtjen e shërbimit sekret, ishte ulur me Baron Trump në një takim privat dhe i kishte kaluar informacione Teheranit. Videoja pretendon po ashtu se Baron Trump komunikon privatisht me zë dhe mesazhe në Xbox, larg rojeve të tij të sigurisë. Transmetimi vjen pas një videoje të ngjashme të publikuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, e lidhur me gardën revolucionare nën titullin "Ku dhe si është e arritshme Melania Trump", ku detajoheshin lëvizjet e saj në New York dhe dobësitë e supozuara në sigurinë e saj. Në fund të majit, New York Post raportoi për një komplot të dyshuar që synonte Ivanka Trump. Media shtetërore e Iranit ka transmetuar gjithashtu kërcënime të drejtpërdrejta kundër vetë presidentit. Në korrik, një poster i madh në sheshin e Revolucionit Islamik të Teheranit tregonte Trumpin në një arkivol.